me solistin e mirënjohur, tenorin Aranit Hoxha, që sot në fakt me ato këngët e bukura Shqipërisë Mesme, po edhe Shkodranët, e ngrit e pesh, pra kishte edhe turist. Ju keni shkuar në shumë qytete, po Durrësi është në fakt zemra e Shqipërisë, Shqipëria e Mesme që është ardash të sillnieve. Thënë të drejtën ishte emocion shumë i bukur. Ne kujtimo tashmë sa ansambli ka bërë një tur në për shumë rrethe të Shqipërisë, por Durrësi është e veçantë sepse ka një publik shumë të dashur dhe janë shumë fanatikë të këngës popullore dhe të muzikës mirëfillt shqiptare. Dhe emocioni këtu gjithmonë është shumë i madh dhe përgjegjësia është shumë e lartë. Ti je nga ato artistë që e fton publikun, domethënë ke atë mënyrën tënde shumë të bukur që ndryshe nga artistët e tjerë. Gazi, miku im, artisti unë bëj art për njerëzit. Më kupton dhe gjithë misioni im fundit është në fund të çdo shfaqje të marr satisfaksionin dhe të marr kënaqësi dhe publiku të ndjehet mirë me ne, me mua dhe me të gjithë ansamblin. Dhe pse jo të këndojnë së bashku me ne dhe ata të shijojnë çdo lloj këngë dhe çdo lloj muzike të bukur që ne përçojmë atje. Po vajza Hana të ndjek gjithmonë? Hana është ndjekse ime çdo shfaqje, vjen në çdo koncert, në çdo shfaqje është pas meje. Jemi shumë të lidhur bashkë. Ti di që unë kam edhe 2 djem. Po ta ke artiste dy djem. Po, ata janë. Dhe Hana artiste. Dhe Hana tani do të ecë në gjurmët e vëllezërve dhe në gjurmët e babit.